Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe ne lusim Allahun fuqi plot që të gjitha këta dhunti, mirësi dhe begati të jenë dhe të derdhen edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe e ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij. Po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim vëllezër se atë që Allahu xhelleshanuhu në rrugë të drejtë udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, largon lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu xhelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira, të vërteta, të bukura dhe të sinqerta, të sakta janë të Allahut. E udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse veprat e kota të këqija dhe të sherrit janë risit, bidatet, ato qenë në humbje, e më pasaj humbja qenë në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, do të flasim për atë që secili prej neve e përjeton, apo numri më i madh thuaj nuk shputon prej kësaj pos atë që Allahu xhelleshanu e ka mëshiruar, e ka mbrojtur, për atë se edhe e meriton. Por flasim për shumicën tonë, pjesën dërmuese të muslimanve, edhe pse jetojmë vëllezër me një jetë loksuze, me kushte të rahatshme dhe komforte, me një jetë që të gjitha mirësit që para 20 viteve nuk kemi pas as 5% të atyre mirësive dhe dhuntive që ne sot i posedojmë. Në shtëpi tona, në frigoriferin, në vendin, në raftet ku qëndrojnë teshat tona, këpucët, lloj gjërash që i posedojmë ne, që disa here, kur hekim dhe një tesh, thona, subhanallah, edhe kjo qenë ka imja, më kujtohet, e kom ble para 10 viteve dhe kur se ke veshur. Të janë mirësit mëdhonja, mirësit Allahut xhelleshanuhu vëllezër. Por a e dini çka është më e çuditshme? Me tërë këto mirësi, dhunti dhe begati, jetë komforte dhe luksoze, a nuk jeton shumica e njerëzve në piklim, në frikë dhe në ankth? Piklimi është mërzia, e cila ka të bën me të kaluarën. Sa prej neve lodhemi dhe nuk na merr gjumi duke menduar për të kaluarën, pse e si, e mos ishte, e mos e bosha, lodhena me të. Piklimi vëllezër, kjo është mërzia. Kjo të lodhen nuk sjell dobi për vetëm dëm. Pastaj e dini kush është tjetra? Është frika. Frika ka të bën për të ardhmen. Frigohet njeri me një çështje që ndoshta apo me të vërtet ka me e qëllu ato. Jeton kina të çështje dhe frigohet. Mos del kështu, mos del ashtu, por edhe kësa i kushton. I kushton kohë, i kushton lodhje, por ma e çuditshme a dini kush është ankthi. Unë i shikova dallimin mes këtyre. Ankthi ishte kushtimi i rëndësisë ndaj një çështje që fare s'ka të bën me ti. Kjo është ankthi. Kap ankthi pse? A dini që është ankthi si shembull? Ne qëndrojmë tash këtu dhe dikush frigohet mos me hi, do shta hin luani këtu dhe na kafshon. Kjo është ankth. Nuk ka të bënë me ti ajo çështje. Sot shumicën e njerëzve, shumicën e muslimanëve, edhe kjo e preokupon. Friga për atë që ki do të ballafaqohet me to, do të konfrontohet me to, por edhe ankthi që ki fare s'ka të bënë me to, i kushton edhe kësaj rëndësi. Prandaj këto gjëra e largojnë njeriu, e largojnë muslimanin nga obligimet e domosdoshme. Ja vënojnë obligimet, ja marrin kohën, ja humbin dhe ja dobësojnë shëndetin e tij. Pse? Se ju kushton këtyre çështjeve shumë rëndësi. Ju kushton rëndësi më shumë se sa që e meriton. E Allahu xhelleshanu shiqoni vëllezër, robët e tij ka mësuar dhe ju thot, për ato mirësi që i ke, nuk ke nevojë ti më u frigu se ndoshta hupen ato. Allahu xhelleshanu të ka dhënë mirësi. Si e kanë ato afatin, si mund t'jenë ato afat gjate, ato dhunti, shëndeti, e kështu me radhë, Allahu thot shkurt, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adhabi la shadid. Zoti juaj ju ka pru një urdhër, një lajm të fuqishëm dhe të bindshëm. Wa idh ta'adhana, lajm i fuqishëm nga Allahu. Rabbukum la in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni falendërues ndaj kujt, ndaj Allahut, la azidannakum, jo që ato kanë mu paksu. Allahu thot kom me u ashtu. La azidannakum wala in kafartum, për nëse jeni mohues, bukshkel, jo falendërues, inna adhabi la shadid. Allahu thot, dinja se dënimi jem është i dhimbshëm, dënimi jem është i tmerrshëm, thot Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xheleshanu thot në Kur'an, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nëse ju vjen juve udhëzimi im prej meje, unë ju kom udhëzu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya, ai cili e ndjek pastaj udhëzimin, fala yadhillu wala yashqa. Abdullah ibn Abbas i thot, fala yadhillu fi dunya wala yashqa fi al-akhirah. Që vëllezër, e përqafove udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, në dinja nuk do të humbish, nuk do të devijosh nga rruga e vërtet, nga siratul mustaqim, wala yashqa, dhe nuk do të jesh nga të privuarve, dhe nuk do të jesh nga atyre që janë të mjeruar ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shiqoni vëllezër, e mëson ummetin e tij diçka shumë madhështore. Me një hadith të cilin e ka nxjerrë Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad, e hadithin për këto thot Tirmidhiu, hadithi është hasan, nga Mihsan ibn Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith vëllezër është çdo mëngjes ta kujtojmë. Por edhe ndromje, por në mëngjes është më smirti se prej këtu fillon, thot Muhamedi alayhi salam, sallallahu alaihi wasallam. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, فكأنما حيزت له الدنيا. Shqyqoni vëllezër, tre gjëra thot Muhamedi alayhi salam, kush i posedon, e posedon tër dinjon, tër të mirat e dinjos. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi. Shqyqoni mirësitë e Allahu xheleshanu, si shtohen, nuk paksohen, mbrohen, janë afadjate deri kur ta japish shpirtin, to i ke me vete. Por ashtu siç tha Allahu, falendërues, e pejgamberi alayhi salam thot, e kush për juve zgjohet në mëngjes, i sigurt, nuk zgjohet me frikë, me trishtim, me angth, me hektik, zgjohet i sigurt. Pse më u frigu? Kom ra me flet në shtëpinë time apo banesën time. Unë jam i sigurt. Edhe ashtu zgjohet. Por jo vetëm aq, muafan fi jasadihi, edhe i shëndosh në trupin e tij, e ka trupin e shëndosh. Indahu qutu yawmi, ai zgjohet, i sigurt është, ka flet në siguri. Flek naqet, është i shëndosh. Pastaj shiqet tjetra. Indahu qutu yawmihi. Frigoriferin e ka, thot mjaft e ka për një ditë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, një ditë e ka të sigurume. Nëse një ditë e ka të sigurume, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya, sikurse e tërë dunjoja i është afruti. Një ditë nëse e ke siguru. Por që vëllezër, ne sikur për shembull nesër të ndodhte ditë pushimi, çka thona këtu fajartak. Si do të ishte gjendja e njerëzve, flet gjithë, nuk do të bëjë dallim në mesin e muslimanit dhe jo muslimanit. Të gjithë prej neve kush me i pari, me mbush kolisën, për çka bre? Pa nesër është fajartak. Subhanallah, se kom ditë, Allahu shpërblet mirë që më tregove, edhe ki telefon grus më shpejt. Nesër për një ditë friksohena. E Muhamedi alayhis salam thot, një ditë kush e ka të sigurume, ai është dhe duhet jetone sikur e tërë dunjoja është e tia. E ne e kemi të sigurt javën. Wallahi ndoshta dikush prej neve dhe muin e ka siguru dhe prap friksohet. Një gjë e tillë vëllezër ka të bëne me besimin e dobët ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu xheleshanu në Kur'an, ma asabe min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. Ajo që ka godit në tokë, ma asabe min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, por dhe juve nëse ju ka godit në trupin tuaj, apo në familje, apo dikun tjetër, illa fi kitab,
Tërë kjo çështje ka qenë e shkruar në Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, edhe para se mi ju kriju Allahu xheleshanu juve, edhe tokën edhe qiellin. Inna dhalika ala Allah yasir. Të tek Allahu xheleshanu janë çështje të vogla, të janë çështje të lehta. Pastaj thot Allahu, likej la ta'su ala ma fatakum, që ju as pak mos më umërzit, mos më u brengos nga ajo që ju iku pi kësaj dynjoje. Wala tafrahu bima atakum, dhe nëse diçka prej dynjojës ka ardhur, nuk ka nevojë më u gëzuat shumë. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, se Allahu nuk I don ato me ngjemdhët, ato që ecin duke u likundur dhe fakhur dhe vetëm livdohen. Ibn Abbas I thot radiallahu ta'ala anhu, wala tahzanu ala ma fatakum min ad-dunya. Nëse të ka ik diçka prej dynjojës, pa marrë parasysh, I dha do pare dikund e kështu me radh apo tu paksun, mos mërzituni. Wala tafrahu bima atakum, dhe në anën tjetër të erdhën disa pare, mos I qitë mend, mos u gëzo aq për stepër, se Allahu nuk I don ato që livdohen. Kush livdoheshte boshte me ndjemadh, Karuni, ai tregoshte se ja çka ka pasuri e kështu me radh. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vledhër thot me një hadith nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidu ta'ma al-iman al-'abdu hatta yu'mina bi anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun li yusibahu. Nuk e ka shiju as kush prej juve, edhe as një rob prej robëve të Allahut, thot Muhamedi a.s. Nuk e ka shiju ëmbëlsirën e imanit, derisa të beson se ajo çka e ka qelluar nuk ka qenë prej atyre që mundeshte me e shmangur, nuk ka qenë e shmangur. Atë qelloj, atë goditi, u kri puna, nuk ka qenë prej atyre që ti mundeshe me ju shmangur asaj. Wa ma akhta'ak, dhe ajo e cila nuk të ka godit, lam yakun li yusibuk, nuk ka qenë prej atyre që dhe të qëllonte. Ajo të ka qëllu, mos u merr me to, mos u thuj pse e kështu me radhë. E ajo e cila nuk të ka qëllu, nuk ka qenë prej atyre të caktuarave që ti me të qëlluar. Prandaj me gjithë këtë vlezër, përsëri e shohim një grup me ton këto mirësin nga ana Allahut, me plot këto argumente prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përsëri e shohim një grup të rrezikshëm të muslimanëve që frigohen për ardhmërinë e tyre, për pasurinë e kështu me radhë. Thot nëse unë e hupi punën, u kri kjo çështja, unë e mbarova, kush më ishen e fëmijët, e kush të ka ushqi deri sot, që I bone 20 vite apo 50 vite, kush? Mos ke bot ti apo babait, mos keni lidh do një marrëveshje me dikon që ti duhet të kesh furnizim deri në këtë mosh. Ajo është Allah. E prandaj çka bëjnë këto? Këto përpiqen me injek rrugët jo legale, jo të lejuara të Islamit, vetëm me bo pasuri, pse frigohen ardhmërisë. E Allahu subhanahu wa ta'ala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vlezër, si tregojnë sahabit, thot, pak herë Muhamedi alayhis salam, që nuk e thonte, apo me fjalë tjera, gati çdo herë Muhamedi alayhis salam kur e përfundonte një mexhlis, thonte, hadithi është I gatë, për thonte, e lutte Allahun, thonte, wala taj'ali dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Mos e bëj Allah që dynjoja të nalon e pa gjumë. Pse? E ja filani, e boni këtë biznis, haku kamri, deportoj. Wala taj'ali dunya akbar hammina. Mos jetë ajo që na brengosën dynjoja. Wala mablagha ilmina. Dhe mos bëj që pasuria, dituria jonë më e madhe ku është, të dim për dynjon. Prandaj vëllezër me ka do persona subhanallah. Ai po ti tregon të gjithë çmimet. Kjo te Aldi kushton 1.99. Te Lidl nëse e merr 1.88. Nëse shkon e blej atje, nëse ashtu shparitën, për dynjo dietar, Sheikhul Islam, wallah nuk din shahadetin ta thote. Nuk din të merr abdes, wala mablagha ilmina. Dhe mos jetë dituria jon finale vetëm puna e dinjos. Ai din çdo gjë. I din kerët se harxojnë. Me këtë kerë ka të shparitën, gjithë rregull, hecbe pak për ahiret. A din me falemendru Allahun xhelleshanu, a din me I ran sejdë Allahut, a din çka me thonë si me ulut, nuk e din. E prandaj Muhamedi alayhis salam thonte, wala taj'ali dunya akbar
hemmina, wala mablagha ilmina. E Allahu Gjeleshanu që ka thot për to. Wa taifetun qad ahammethum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haq. Dhanna al-jahiliya. Dhe një grup prej njerëzve thot Allahu Gjeleshanu, nuk ju intereson asgjë tjetër vetëm se vetja e tij. Vetëm ati t'i shkojnë punët mbar, vetëm ati mos i goditën ndonjë e keqe. Dhe për Allahun Gjeleshanu e mendojnë jo të vërtetën, jo hakun. E Allahu këto njerëz siçoni si I ka thujt, dhannal jahiliye, mendimet të jahiletit. Ai I cili mendon për Allahun subhanahu wa taala, jo atë hakun dhe jo të vërtetën, Allahu thot dhannal jahiliye. Wa ta'ifatun qad ahammethum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haq. Ato mendojnë për Allahu Gjeleshanu, jo të mirën, jo hakun, jo të vërtetën, dhënë el gjahilije. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, si që tregon Abdullah ibn Omeri, dhe me këtë vlezër do ta përfundoj, thot ibn Omeri, pejgamberi aleyhi salam, akhadhe, enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem, akhadhe bimen kibejje fe kal, kun fit dunja ke enneke gharibun, au abiri sebil. Thot ibn Omeri një dit isha të qëndron kom kur mërth prej mbas Muhamedi a.s. dhe dorën e gjathë të shpatulla e djathë ma vëndoj dhe të majtën të shpatulla e majtë dhe më tha në këtë dynjo duhet je si kur që se je jabanxhi ose si udhtar. Ibn Omeri për herë kur e shpjegon të këtë hadith dhe kur ju arofentët të tjerve thonte idha asbahte fela të nëtadhiri l-mesae wa idha amsejte fela të nëtadhiri s-sabaha wa khudh min sihhatik li maradik wa min dunjake li mautik. E Ibn Omeri thonte kur zgjohen mëngjes, nëse zgjohesh mëngjes, mos jesh I sigur që do të arish edhe mbrëmjen, por mirë nëse arritë mbrëmjen, mos jesh I sigur që do të arish agimin. Prandaj çka me bë? Shfrytëzo kur je I fuqishëm shëndetin, kur për momentet kur je I smund. Çka do të thotë kjo? Nuk do thotë veç për dunjë. Kur je I shëndosh vëlla, mund të agjirojsh, mund të falish namaz nafile, mund bësh qiyamul lejl, e mundesh. Këto çështjet paksohen, zvoglohen, minusohen kur je I sëmur. I sëmur është ai, mirët me smundje. Edhe këtë dynjan, wa khudh min hayatik, wa khudh min dunjake li mautik, dhe merre prej jetës tënde, prej dynjas tënde, përgatitu për vdekjen tënde. E lutim Allahun Gjeleshanu që mos ta bën galja jon më e madhe të jetë çështja e kësaj dynjas. Dhe lutim Allahun Gjeleshanu që mos ta bën që detyria jon të jetë vetëm për këtë dynjë. E qulu qouli hadha wastaghfirullah.